Atëherë përshëndetje edhe për juve, Lirika në studio, jam këtu në shkollën Shkëndija në Ajvalim, fakt është edhe shkolla ime ku e kam përfunduar edhe shkollën fillore, pikërisht kjo është klasa e parë në fakt, por ne sot do të flasim edhe për procesin zgjedhor. Këtu afër meje është edhe drejtoresha e shkollës. Drejtoresh, përshëndetje, mund të prezantoheni fillimisht. Përshëndetje, jam Minire Berisha, menaxhere e qendrës 1932. Si ka shku procesi zgjedhor deri më tani kur po flasim, kur edhe ndoshta ora po shënon 3-17 minuta? Procesi ka shku jashtëzakonisht mirë, kemi fillu me kohë, ashtu siç është planifiku, gjitha përgatitjet kanë qenë në rregull edhe deri më tani gjithçka është sipas procedurave dhe është shku jashtëzakonisht mirë. Apo vren ndonjë fluks më i madh i qytetarëve që kanë ardhur edhe po zgjedhin për me votu këtu në shkollën Shkëndija në Ajvali? Po sipas orarit, edhe fluksi i banorëve të komuniteti po vrehet. Kemi pas fluks pak më të madh pas orës 10, edhe tani presim që pas orës 15 që të kemi një fluks edhe më të madh. Deri më tani kanë votuar afro 25% të popullatës. E qartë. A keni pas ndonjë telash apo diçka të tillë këtu në shkollë? Jo, absolutisht. Gjithçka ka qenë në perfeksion. Nuk kemi pas asnjë telashe, gjitha procedurat kanë qenë në rregull, qendrat janë hap me rregull. E kemi pas edhe kivotin, edhe tavolinën orientuese, i kemi pas prezent, kështu që deri më tani, në këto momente kur ne po flasim, gjithçka ka qenë në rregull. Drejtoresha, mundemi me hyrë edhe ndonjë klasë veç me pas si proces zgjedhor, cila do qoftë ajo këtu afër? Njënën prej klasëve. Vetëm te dera. Te dera. Po e përcjellim. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Pra kjo është edhe njëra nga klasat në fakt ku pritet që qytetarët që janë banorë të Ajvalisë të votojnë, janë kotitë e votimit, janë komisionerët që janë duke vëzhguar komplet procesin e zgjedhjeve. Gjashtë po ndodhet në klasat të tjera të Ajvalisë, janë gjithsej 10 klasë ku qytetarët mund ta gjejnë edhe emrin e tyre dhe sigurisht të votojnë për të preferuarin e tyre. Pra, kjo është atmosfera në Ajvali, sigurisht edhe në fshatrat përreth do të kemi edhe të tjera linja direkte që do t'ju transmetojmë këtu në Klan Kosova. Po ju lë pak ndoshta edhe me atmosferën, por edhe me pritjen e qytetarëve që janë duke pritur për me hedhë votën e tyre në kutitë e votimit. Pamra këtë raportim të Rilin Matoshit.